falë, unë nuk kam qenë kur këtu edhe nuk kam në shumë kujtime që kam qenë vetëm në spital, këtu s'kam marrë kur. Ky i ri quhet Kelly Bozhanaj dhe prej 8 vitesh kërkon të zbuloj të vërtetën e një ngjarjeje të rëndë e cila i mori jetën vëllait të tij, atëherë 25 vjeçar. Në datën 3 maj të vitit 2017, vllai im bën një aksident me makinë, fiks te aty vendi ku ndodhen dhe lulet. 5 ditë mbas aksidentit ai ndroi jetë. Viktima ishte prej 2 vitesh përgjegjës i karburanteve në kompaninë Spikapeg, e cila bënte punimet për gazsjellsin TAP dhe për shkak të punës kryente lëvizje të shpeshta në zonën e Korçës, atje ku ishin aso kohë kantierët e kësaj vepre. Ai po vinte nga kampi që ndodhej në Floq në drejtim të Korçës për çështje pune. Ishte me makinë personale, jo me makinë të punës. Këtu duhet sqaruar diçka. Besari bënte shpesh vajtje ardhje në përkantier me makinën e tij personale, pasi siç tregon vëllai, nuk kishte kusht as detyrim që të lëvizej me do e mos me makinën e punës. Fiks në këtë vend bën një aksident me makinë, rastësisht me 2 makina të punës, të cilat vinin nga vendi ku ishin punimet në drejtim të kampit. Ishin punonjës të kompanisë ku im vlla punonte dhe ishin shtetas të huaj. Njëri me kompozitë franceze dhe tjetri holandeze. Jemi lajmëruar nga një punonjëse e kompanisë që vllai ndodhej në spital në Korçë. Kush e çoi në spital? Me ambulancën e kompanisë dhe të nesërmen është transportuar me helikopter nga Korça për në spitalin e traumës në Tiranë. Ndërkohë që ishin në spital, e vetmja gjë për të cilën mendonin familjarët ishte jeta e Besarit, duke mos u kujtuar as pak për pjesën ligjore të asaj çfarë kishte ndodhur. Vetëm kur u vum para faktit që prokuroria kërkoi pushimin e kësaj çështje. Si ka mundësi që nuk hetohet një çështje që ka humbur jetën një djalë 25 vjeç? Tani, përpara se t'ju njohim me kalvarin ligjor që po kalon kjo familje, le të kuptojmë pak se si ka ndodhur aksidenti. Vllai po vinte nga ai drejtim, shoferat vinin këtej, makina vllait po vinte këtej. Dhe shoferat thonë që kemi parë një makinë që kishte humbur drejtimin dhe po ecte në mënyrë, po lëvizte në mënyrë zigzake. Po bënte zigzake Po bënte zigzake në këtë rrugë. Ndërkohë që në skicën e vendit ngjarjes thuhet që makina e tim vllai ka ecur rreth 30 metra në vijë të drejtë me 2 goma jashtë karrexhate. Domethënë duke liruar sa më shumë hapësirë për makinat që po vinin përballë, fiks këtu ku janë dhe shenjat e hekurave të shtremruara, që kanë 8 vjet këto hekura të shtremruara, im vlla ka pasur impaktin në formë T-je me njërin nga makinat që vinte përballë, e cila nga makinat thuhet që është e francezit, por nuk e dim. Vllai ka qenë me turi këtej, është goditur nga krahu i pasagjerit. Ka bërë formën e T-s, turiri i makinës tjetër me krahun e pasagjerit të makinës të tim vllai. Çfarë ka detyruar vllain tim të kthehet me turi për nga arat, ndërkohë që mund të vazhdonte shumë bukur, mund të kishte vazhduar këtu drejt. Ai e kishte nxjerr makinën jashtë karrexhatës. E vetmja gjë që mund ta ketë detyruar tim vllai që të dilë në atë drejtim ka qenë vetëm nëse njëra nga ato makinat ka qenë në parakalim dhe ai ka nxjerr makinën jashtë karrexhate për t'i liruar rrugë makinës tjetër. Dhe makina tjetër e ka goditur për të shkaktuar humbjen e drejtimit dhe ja ka kthyer me turi për nga ara. Ky mbase mund të jetë vetëm një pretendim i familjes, por tani duhet të jeni shumë të vëmendshëm, pasi këto element që do t'ju rëndisi më poshtë thonë shumë për këtë ngjarje. Në skicën e vendit ngjarjes kjo paraqitet si një rrugë drejt, kur është shumë e dukshme që kjo është një kthesë dyfisht dhe vetë 2 shoferat që kanë qenë pjesëmarrës në aksident në deklaratat e tyre thonë që pranë një kthese të dyfisht. Ku është vija e drejtë këtu? Me kohë për plaz vllai nga ata. Me francezin. Ishte para? Edhe kjo gjë nuk është e qartë, sepse dhe deklaratat e shoferave janë kontradiktore me njëra tjetrën. Njëri nga shoferët, francezi, thotë që kolegu im e pa situatën nga pasqyra dhe u kthye të na ndihmonte. Pra, Sebastian Leserf, drejtuesi francez i mjetit, deklaron se ka qenë pas holandezit, ndërsa ky fundit nga ana tjetër, Marcel Feisma, thot se ka qenë pas francezit. Kur ai u përplas me kolegun tim që ishte 30 metra para meje, unë i kalova dhe parkova mjetin në një vend të sigurt. Më pas u afrova tek të 2 mjetet. Kush ka qenë përpara nga këta të dy? Ai që e pa më pasqyr apo ky që thot që e pash skenën i kalova? Duket qartë që deklaratat e 2 shoferëve të huaj e kundërshtojnë plotësisht njëra tjetrën, pasi secili prej tyre pretendon se ka qenë pas kolegut. Sipas këtyre fotove dhe bazuar në deklarim, është makina e shtetasit francez që është përplasur me të ndjerin. Por ai ishte vërtet shtetasi francez, ai që po lëvizte me këto makinë? Le ta mbajmë pak këtu. Në fillim në aktin e ekspertimit që është bërë në vendngjarje është treguar vetëm një makinë. Makina vllait dhe një makinë tjetër, domethënë. Makina e tretë nuk ka dalë. Mbas insistimeve tona në prokurori etj, atëherë kompania na ka dhënë të dhënat e GPS-it dhe të një makine tjetër dhe të një shoferi tjetër. Në çfarë ore ndodhi aksidenti? Në orën 17:15. Kjo vërtetohet edhe nga skica e vendit të ngjarjes
që shënon orën 17:30, ndërsa proces verbali që bëhet i fundit pasi është kqyrur gjithë ngjarja mban orën 18:00 dhe këto dokumente janë dokumente të plotësuara me dorë nga oficerët e policisë gjyqësore. Ishte brenda orarit punës? Ishte brenda orarit punës. Vllai kishte kontratën e punës deri në orën 18:00, ndërsa kompania na jep vetëm të dhënat të GPS-it, të cilat janë të gjitha mbas orës 18:00. Një ndryshim i orës reale të ngjarjes. Ku kompania, por edhe prokurori i çështjes, Kol Hysenaj, kundërshtojnë proces verbalin e oficerit të policisë gjyqësore. GPS-i vetë thotë që këto të dhëna mund të përdoren për indicje, por kurse si provë. Atëherë, prokuroria çfarë duhet të besoj? Të dhënat e GPS-it apo provat e policisë që janë bërë në vendngjarje? Dhe ky ndryshim i orarit e ka një qëllim. Ne dyshojmë që është bërë për mos përfitimin e sigurimit të jetës. Që në rastin në fjalë do të ishte një shifër me më shumë se 6 zero. Por çudit me këtë ngjarje vazhdojnë. Mbas ndodhjes së aksidentit, makina e vllait është dërguar në pikën e bllokimit të policisë, ndërkohë që 2 makinat e tjera të kompanisë janë lënë në ruajtje në ambientet të kompanisë. Nuk janë shoqëruar në pikën e bllokimit për tu hetuar si ka ndodhur, çfarë ka ndodhur. Çfarë është më e rëndësishme është që ata janë thirrur në polici si persona që kanë ndjeni për ngjarjen, jo si persona pjesëmarrës në aksident. Pra, dikush që përfshihet në një aksident me pasoja tragjike nuk qenë ka nevojshme të merret në ndërtim, por të konsiderohet dëshmitar? Shumë e çuditshme. Ata kanë vajtur në polici dhe mbasi kanë dhënë deklaratat kontradiktore me njëra tjetrën, janë lënë të lirë. Nuk janë mbajtur në vëzhgim nga policia në asnjë moment. 2 mjetet e përfshira në aksident, sipas dëshmitarëve, përdoreshin për të transportuar stafin teknik nga kampi në Kantier dhe Ana Sjeltas. Ne dyshojmë që ka pasur dhe njerëz të tjerë, por nuk janë nxjerrë kurrë. Pra kanë bërë të mundur që këta persona të mos flasin. Ne dyshojmë që po, që kanë krijuar gjithë të skemë që këta persona mos të flasin. Një detaj tjetër që lë vend për dyshime është edhe momenti i marrjes në pyetje të 2 shoferëve. Duke qenë se shoferët janë shtetas të huaj, nuk ka pasur një përkthyes të licencuar për të bërë përkthimin, por janë marrë 2 personat nga kompania. Një person i securityt dhe një person i punonjëse administratës të kompanisë për të bërë përkthimin e çfarë thonin 2 shtetasit e huaj. Si ka mundësi që krye prokurori Korçës në atë kohë, Kol Hysenaj, nuk kishte i zotit të gjente 2 përkthyes ligjor që të vinin të mbanin përgjegjësi ligjore për atë çfarë thuaj, por gjeti 2 persona të kompanisë. E gjitha kjo bëhet që kjo gjë të rrinë rreth sa më të ngushtë, që mos të dalë jashtë i rrethi, që informacioni mos të rreshkasi dhe që ta manipulojnë çështjen si të duan. Por tani vijnë tek pjesa më e errët e hetimit të këtij aksidenti me pasoja fatale, sepse këtu faktet janë krejt të tjera nga ato çfarë kanë deklaruar dëshmitarët. Prokurori i bën një kërkesë drejtorisë të doganës Korç për gjendjen e shtetasit francez. Hyrje daljet në Shqipëri, kur ka hyrë në Shqipëri, a është i pajisur me leje qëndrimi në Shqipëri për të punuar etj. Dhe në përgjigjen që drejtoria e doganës Korç i kthen, thotë që shtetasi francez, i cili ka dhënë deklarat në polici etj. Që ka qenë pjesëmarrës në aksident, Që është përplasur me vllajin, thotë që ky shtetas ka dalë nga Shqipëria në datën 16 prill të vitit 2017. Dhe deri në datën 7 qershor, rezulton se ky person nuk ka hyrë më në Shqipëri. Ndërkohë që aksidenti ka ndodhur në datën 3 maj. Pra, 17 ditë më vonë nga largimi i tij nga Shqipëria. Sipas dokumentave zyrtare të drejtorisë së kufirit, shtetasi francez Sebastian Lecerf, personi që pretendohet se është përplasur me viktimën, nuk ka qenë as pak në Shqipëri në momentin e aksidentit. Pra në timon, ka qenë dikush tjetër? Këtë përgjigje duam ne nga prokuroria. A ka qenë ky person në Shqipëri apo kjo është e gjitha një falsifikim i madh? Kë mendoni se duam të shehin? Nuk e di, ndoshta dikush i rëndësishëm në kompani, nuk e dim, nuk dim të japim një përgjigje konkrete, por faktet janë që ai person nuk ka qenë në Shqipëri. Gjithashtu një element i rëndësishëm që e përforcon edhe më këtë fakt ka të bëjë me tërheqjen e pasaportës dhe patentës së shtetasit Sebastian Lecerf nga 2 supervizor të kompanisë. Se ky francezi nuk ka vajtur ta tërheqi vetë. Tregon që mbase ky nuk ka qenë fare pjesëmarrës në aksident, s'ka qenë fare në Shqipëri. Kush duhet besuar në këtë histori? Kompania dhe prokuroria? Oficeri i policisë gjyqësore për proces verbalin e vendit të ngjarjes apo GPS-i i kompanisë? Nuk po dim çfarë të besojmë. Një lloj si 5 ekspertët që do të kryenin ekspertimin autoteknik, të cilët janë shprehur se të dhënat e fiksuara nga grupi hetimor nuk përputhen me të dhënat e përfituara nga GPS. Kjo gjë ndodh vetëm nëse këto të dhënat e GPS-it janë të stisura. Të gjitha aktet e ekspertizës që janë bërë gjatë kohës së hetimeve, janë 5 akte ekspertimi të ndryshme. Këto të dhënat të GPS-it nxjerrin gjithmonë rezultate të ndryshme. Çfarë mendoni
thoni që ndikon këtu? Që këto të dhëna janë dhënë të manipuluara, sepse të gjithë ekspertët të cilët janë marrë me aktin e ekspertimit nuk i kanë marrë asnjëherë të dhëna direkt në burim, pra në serverat e GPS-it, por kanë marrë të dhëna të cilat janë vënë në dispozicion nga kompania. E cila, pas fatkeqësisë së ndodhur, nuk ka kryer as aktin e fundit human dhe viktimës, shprehjen e ngushëllimeve tek familja e tij, që për më tepër ishte aksidentuar në orarin e punës. Qoftë edhe sistemin e shqiptarët të vinin të shtëpia të pinin një kafe të zezë. Fare. Sigurim vlla, ishte një qen rrugësh, jo një njeri që humbi jetën në aksident. Kë po mundohet fshehej prokuroria? Gjykata, kushdo. Çfarë po ndodh me këtë çështje? Pyetje, përgjigjet e së cilave kjo familje i kërkon që nga viti 2017 pas një rezultat. Kanë bërë 9 seanca gjyqësore. Gjitha këto seanca gjyqësore kanë qenë në favorin tonë, dhe në shkallë të parë dhe në apel. Gjykata e kthen çështjen përsëri në prokurori për thellim të hetimeve, sepse gjykata nuk është e bindur për të marrë një vendim në bazë të këtyre hetimeve që ka bërë prokuroria deri më sot. Seanca e fundit gjyqësore ka qenë në vitin 2019, ku gjykata i ka lënë prokurorisë 3 muaj kohë për të mbyllur hetimet e kësaj çështje. Dhe 6 vjet më vonë, në 2025-ën, kjo çështje vazhdon të jetë e hapur dhe pa autor. Cili ka qenë prokuror në atë kohë, në momentin që është lënë kohë nga gjykata? Olger Eminaj, por hoqi dorë nga kjo çështje dhe më vonë ka kaluar prokurorit Dashnor Nure, i cili është i shkarkuar nga vettingu. Por ky nuk është i vetmi prokurori i çështjes që nuk e kaloi dot procesin e rivlerësimit në kuadër të reformës në drejtësi. Të njëjtin fat pati edhe Kol Hysenaj. Mendojmë që një nga arsyet që ai është shkarkuar nga vettingu ka qenë edhe denoncimi që ne kemi bërë për prokurorin Kol Hysenaj. Këtë informacione kemi marrë nga vendimi i vettingut, që shkruan për ndryshimin e orës një aksidenti në Korçë. Po tani, çfarë po ndodh? Kemi vajtur disa herë dhe vetë fizikisht në prokurori, kemi ndjekur dhe ligjin dhe sipas ligjit kemi dërguar kërkesë memore për të cilat prokuroria është detyruar të na kthejë një përgjigje dhe ne nuk kemi asnjë përgjigje. Heshtje totale. Kemi 8 vjet që nga 2017 deri më sot që vetëm mashtrohemi dhe të rishemi zvarr nga prokuroria e Korçës. Nëse im vlla ka qenë fajtor në aksident, pse nuk e shpallën fajtor në aksident? Pse nuk e vën autor të çështjes? Do ishte shumë e thjeshtë. Edhe ne nuk duam asgjë tjetër përveç se drejtësinë. Si ka mundësi që nuk hetohet një çështje që ka humbur jetën një djalë 25 vjeç? madje u nxitua të pushohej si rast nga prokurori tashmë i shkarkuar Kol Hysenaj për arsye që vetëm ai mund t'i di. Zoti Hysenaj, përshëndetje, si jeni? Unë jam Matilda Prendi, gazetare nga emisioni Piranjat. Kam ardhur të pyes për çështjen e aksidentit të ndodhur me punonjësve të kompanisë Spika Peg në Korçë në 2017, të cilën ju e keni pushuar, edhe pse ka pasur shumë elemente të paqartë në atë dosje, si për shembull ndryshimi i orës aksidentit, që ju e keni vendosur gabim te vendimi i pushimit, si për shembull kontraditat mes deklaratave të shoferëve që kundërshtonin njëra tjetrën, dhe gjëja më e rëndësishme, përgjigja nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit, e cila thonte se personi që pretendohet se është përplasur me viktimën nuk ka qenë fare në Shqipëri. Doja të dija pse nuk i keni hetuar mirë faktet, por keni nxituar ta pushoni si çështje. Para mirëmëngjes. Ju përshëndeta. E dyta po më kërkoni llogari. Po kërkojmë llogari sepse janë shumë elementë paqartë. Dhën kur unë mbaja funksionin e prokurorit në Republikën e Shqipërisë. Po e di, por keni edhe përgjegjësi morale tani për gjitha këto dyshime tona. Morali është i mishëruar në ligj. Ju di që se keni zbatuar. E kam më se zbatuar. Jo, të gjithë këto element kanë qenë të pamjaftueshëm për ta hetuar çështjen? Si kalon? Ju si jeni? Në gjë tjetër, në një të re, faleminderit mirë. Të re kërkojmë nga ju. Pse nuk i keni hetuar çështjen si duhet? Dhe nuk i keni marrë parasysh të gjitha faktet. Mirë shkoni. Pavarësisht peshës së rëndë që mbart kjo histori me një viktim në moshë të re, ish prokurori zgjedh të ironizojë të tallet duke u shmangur thelbit të problemit. Cili ka qenë interesi juaj për ta pushuar çështjen dhe për të mos e hetuar? Interesi im ka qenë i mishëruar në ligj. Çfarë ligji? Pse keni favorizuar kompaninë? Keni mirë gjithmonë. I keni mohuar kësaj familje drejtësinë. Mirë. Jeni duke u tallur me gjithë dhimbjen që po kalon kjo familje. Nuk po ndiheni mirë? Lodhesh, unë po ndiem pa krahasues më mirë se ti. Ne nuk ju nuk po ndiheni mirë. Ne nuk lodhemi sepse ne duhet punojmë fort për të bërë punën tonë siç duhet, të cilën ju mendoj që nuk e kuptoni. Shumë mirë. Sepse nuk e keni bërë deri më sot. Kjo do të ishte shumë e mirë, kjo që thoni ju. Hysenaj, keni pasur dhe shumë denoncime të tjera nga publiku. Falënderoj për. Dhe këto kanë qenë dhe elementë që kanë ndikuar në shkarkimin. Falënderoj për kohën që më kushtuat. Zoti Hysenaj, pse nuk keni bërë detyrën tuaj dhe pse nuk keni helluar të gjitha hetimet? Pse shmangeni në këtë mënyrë? Ish prokurori vazhdoi të mos jap asnjë përgjigje, duke u munduar ta kthejë në parodi gjithë të diskutim kaq serioz. Për këtë, u detyruam ta presim edhe për disa minuta, me shpresën se do t'i kishte ardhur kujtesa për një histori të 8 viteve më parë. Patët kohë të mjaftueshme për të ndryshuar përgjigjet? Keni një shëndrim tjetër? Ju dam kohë mjaftueshme. Piranja si kaluhet? Ne jemi shumë mirë, ju si? Ai mirë Piranja, nuk duhet. Keni ndo pak pengje nga e shkuara për vendimet që keni marrë?
Unë nuk kam dhe nuk do kem as i peng, as nga shkura, as e tashmja dhe as e ardhmja. Sot si jeni mirë? Sot jam pak rasush më mirë se ti dhe ky që filmon. Mua më bëhet shumë shqip. Ma beso kitë. Por unë mendoj që duhet t'jepni disa përgjigje të arsyeshme dhe një shëndrim tjetër për ato familje që do t'ju Do t'ja as një përgjigje për shkak veprimtarisë time gjatë qenies prokuror, pasi në 30 vite funksion hetues oficer përgjithësi gjyqësor dhe prokuror kam zbatuar me korrektësi ligjin. Nëse do të ishte ashtu, gjykata nuk do ta kthente vendimin që të hetohej sërish çështja, por gjykata e ka bërë këtë sepse e ka parë që ka qenë i parësyeshëm vendimi juaj për pushimin e çështjes. Si ka qenë interesi juaj? Si kishte emrin Për emision? të pushuar çështjen. Emision si kishte emrin? Ka ndikuar kompania? Te unë mund ndikoj vetëm Perëndia. Po ligjin apo ligjin e hedhim tutje? Më rëndësishme është që unë e kam zbatuar më se me korrektësi. Po çfarë ligji keni zbatuar kur gjykata e kthen për të hetuar çështjen, duke qenë se elementet janë shumë paqartë, ka kontradita, ka çdo gjë në atë Ju dosje. rekomandoj që bëni gjithçka publike që ka të bëjë me veprimtarinë time në atë kohë. Në fakt, ne nuk kemi nevojë të shohim gjithçka, por mjafton t'i hedhim një sy kësaj dosje që është e mbushur plot pa rregullsi, të cilat janë shtuar shumë denoncimeve të tjera ndaj këtij prokurori që është i rrëzuar në vetting. Më vjen keq që ja u them, por Pirania do t'ju kujtoj sa herë të shkoj në tualet. Kjo është një përgjigje shumë e rëndomt. Ju e meritoni ndryshe. Unë duke qenë se kam etik, nuk do ta them të njëjtën gjë për ju. Unë do t'ju kujtoj si një prokuror që nuk ka zbatuar ligjin dhe i ka mohuar drejtësi një familjeje. Çfarë të Dhe ka favorizuar një kompani dhe nuk e ka bërë punën e tij siç duhet. Dhe më vjen shumë mirë që ju jeni shkarkuar nga vettingu sepse duket se çfarë prokurori keni qenë. Unë nuk ndij asnjë lloj keqardhje se ty të bëj që jam shkarkuar. Jam e sigurt që e ndjeni dhe e keni merituar plotësisht lidhur me këtë përgjigje që sapo dat. E turpshme realisht. E turpshme dhe shumë e paqishme. Është krejt e saktë. Ta përsëris ku do t'ju kujtoj. Unë uroj që në vazhdim të keni përgjigje më të arsyeshme dhe më të hijshme. Gjithë të mirat. E ndërsa ish prokurori nuk ursen arrogancën dhe shfaq mungesë etike ndaj nesh dhe familjarëve të të ndirit, lajmi i mirë është që prokuroria e Korçës po lëviz më në fund. Këto ditë keni marrë ndonjë përgjigje nga prokuroria? Gojarisht ka marrë një përgjigje nga prokuroria nëpërmjet avokatit që do të më thrasi për të më pyetur. Çfarë diun për ngjarjen? Në rregull, kur e kanë lënë? Ditën e njëjtë të kthej përgjigje, tha që se kur do vish në Korçë. Tani, le të shpresojmë që gjërat të shkojnë në vendin e duhur dhe kjo familje më në fund të marrë përgjigjen e munguar prej 8 vitesh.